Vjetra fermer francez me traktor kanë bllokuar rrugët përreth Kullës së Eiffel dhe Arkut të Triumfit, duke protestuar kundër marrëveshjes së pritshme tregtare mes Bashkimit Evropian dhe vendeve të Amerikës së Jugut. Protesta organizuan nga sindikata bujqësore, ndërsa fermerët ngritën bllokade në autostradë përreth Parisit dhe kaluan pikat e kontrollit të policisë për të hyrë në qendër të qytetit në orët e para të mëngjesit. Fermerët shprehin se marrëveshja me Argjentinën, Brazilin, Uruguayn dhe Paraguayn do të sjellë importe më të lira bujqësore nga Amerika e Jugut, duke krijuar konkurrencë të padrejtë për prodhuesit evropian. Sipas tyre, kjo rrezikon të ulë çmimet dhe të dëmtojë bujqësinë vendase. Qeveria franceze reagoi duke theksuar se bllokimi i rrugëve dhe grumbullimet përpara parlamentit janë të palishme. Zëdhënësja e qeverisë tha se autoritetet nuk do të lejojnë paralizimin e qytetit, ndërkohë Shtetet e Bashkuara të Amerikës pritet të votojnë të premten për marrëveshje. Ajo synon krijimin një tregu të përbashkët me rreth 800 milion konsumator dhe rritjen e eksporteve evropiane për kundërshtuar disa nga vendet, përfshirë Francën, Poloninë dhe Austrinë. Marrëveshja mbështetet nga Gjermania dhe Spanja, ndërsa Italia sinjalizoi se fundi mbështetjet çka mund të jetë vendimtar për miratimin e saj me shumicë të cilësuar në Bashkimin Evropian. Protestat të ngjashme janë zhvilluar edhe në Belgjik, ku muajin e kaluar mbi 1000 traktor hyrë në Bruksel në shenjë kundërshtimin ndaj politikave tregtare të Bashkimit Evropian.